Ne përveç rastit të parë ato të rrëmbimit të tij, i cili u rrëmbye në mes të rrugës kryesore të Tiranës, pa i vendosur ekzekutimit, pa i vendosur letrën e të drejtave, pa njoftuar avokatin familjarët, pra një shkelje shumë të rëndë të prometi procedurës së dhuna, goditje e shumë radhë. Përveç asaj që këtij momenti që është duke huetuar në prokuroria e Tiranës, në fakt të gjithë ai grupi policor operacionales, po hetohet, nuk ka pushuar akoma, po hetohet, por ai drejtuesi që drejtonte ata është graduar drejtor në Durrës, ju e dini besoj, dhe kështu që prokuroria po vazhdon hetimet. Ndërkohë që avokati i popullit me kërkesën tonë ju bëri një hetim disa mujor dhe konstatoi të gjitha këto shkelje deri në dhunime kështu me radhë. Por jo vetëm kjo, më pas edhe në ambient e paraburgimit, me urdhër pa urdhër, ministri, drejtori i përgjithshëm i burgjeve kështu me radhë, dhan urdhër që atij t'i ndaloheshin çdo lloj komunikimi me mediat, me kolegët, me deputetët, pra vetëm me familjarët dhe me avokatin. Madje arritën deri aty sa edhe i çponin edhe bidonat e ujit që ai bën palestër. Pra bidonat mos ishin më shumë na 5 litra, apo nuk e di, dhe kur i fusin atje familjarët, ata i çponin që ai mos i mbushte me ujë që bënte palestër. E kupton ku ka arritur niveli drejtorit të burgjeve në këtë vend apo jo?